Finalja e Conference League, e di është kompeticion i vogël, kategorisë tretë. Chelsea është aty. Po, a di që është përmarrën këtë fundit sa? Unë përmarrë që Chelsea mund të bëjë klubi i parë në historitë futbollit që fiton krejt trofet e mundshëm evropian zyrtar. Champions League, Europa League, Conference League, Superkupën e kanë fitu. Kështu që edhe për Chelsea, mund e betisin. Të ke vesh Gjerber, ta jemi betisa? Na ta kem jam me betisin. Po, qëra, shumica e botës neutrale futbollit kanë qenë në betis, sepse Chelsea, qëra. Problemi është që edhe nëse fiton Chelsea, bojnë ai garë me neve se keni fituar një kupë kategorisë tretë. Nëse hupim, mos do më keq për neve. Po, pra po them, Chelsea e pati sezon goxha dop në Angli. Megjithatë Conference Liga, pra po them, mas do vjet, mas disa vite kur të kalojnë, ka më kujtu që Chelsea për me është klubi i vetëm. Sepse unë përmendoj që çifti i Realit, Barcelonës, Bayernit, këto në Aden nuk bin çast poshtë me fitu Conference League. Kështu që na, mas i ram kaq poshtë, bilet dalim me nder. Na bëu çto i kup. Sa po ta marrë aty, kush fiton? 3-0 Chelsea. 3-0. Po ta më shkon Poloni, po su bo puna. Su bo aplikimi, Kaq let po thu që e ka lënë Chelsea. Betis është ekip i mirë, është klub stabil, gjithmonë në Spanjë është vend 5, 6, 7, merr pjesë në Europa League, tash fakt shkon në Europa League, Conference League. Po çfarë, Chelsea s'ka çau mua, po edhe pra po them është finale, Chelsea, më thoni ka 2 Champions League, 2 Europa League, çit Conference League merr, hekim dert mos shkojmë kur në to. Me qenë se thonë 3-0. Hajde edhe golla shënust. Problem është tash Jacksoni Grand nuk lund se pati problem të madh me Newcastle me çat karton të kuq. Qëra, Palmeri është dashur në bodi çka të madh këtë finale. Kena Palmer, kena Neto. Veç edhe kënej është Antony. Antony ka lumë perfekt. Antony domethënë jam i lumtur për to se ka bënë transformim shumë të madh. Unë kam pik dop ndaj lojtarëve që bullizohen në rrjetet sociale shumë për tifozëve, për pak për ekipeve. Kështu që Antony ka bëu çka ka bëu, është tash interesant apo kthehet United ajo. Në anën tjetër Betisi ka një Isco, ka një Ezal Zuli, ka një Chucho Hernandez në sulem, ekip goxha i mirë, Lo Celso, nuk është ekip, domethënë, mos themi i dorës dytë, është goxha ekip stabil, e kanë poshtë Realin League, barazim me Barcelonën. Nuk është finale lehtë, pra po them, apo është Conference League, Betis është ekip i madh, po jo, Chelsea është pedigree është më e lartë, apo kështu që e di, më bëu me hub, duhet më hyj në qafë krejt me drejt. Po nëse fitojmë, le ta shijojmë. 3-0 kry.